Erozioni po glabëron gjithmonë edhe më tepër tokë nga Bregdeti i qytetit bregdetar të Vlorës. Kjo situatë vjet re në zonën e plazhit të Vjetër, ku me qindra metra tokë janë zaptuar tashmë dhe janë glabëruar si rjedhoj e fuqisë së madhe të detit. Ndërkohë që si rjedhoj e saj po dëmtohet edhe pylli i sodës, mushkëria e qytetit të Vlorës pasi qindra pemë të llojit pish janë shkatëruar si rjedhoj e erozionit. Erozioni në zonën e pyllit të sodës është një fenomen i cili vijon prej vitesh, pavarësisht se shihet që metra të tjerë tokë po glabërohen çdo ditë nga mushkëritë e qytetit bregdetar të Vlorës, sërish nuk u merret asnjë mas. Për ata të cilët e njohin mjedisin dhe këtë fenomen, erozioni krahas forcës së detit është një fenomen i cili lidhet edhe me ndërtimet. Ndërtimet të cilat marrin tokë nga deti dhe ky i fundit merr territore në një pjesë tjetër të vijës bregdetare. Gjithashtu është një fenomen i cili nuk mund të frenohet, por efektet e tij mund të minimizohen. Në zonat ku erozioni jep efekt, është e këshillueshme ndërtimi brezave mbrojtës. Breza mbrojtës qoftë edhe për betoni për të mos lejuar që fuqia e detit të glabërojë të tjera toka. Për minimizimin e këtij fenomeni duhen marrë masat e menjëhershme për të mos lejuar që një pjesë e territorit e pasurisë së qytetit të humbas me detin. Gjithashtu të tjera pemë të llojit pish rrezikojnë që t'i marrë deti, ku dëmi i cili mund të shkaktohet në midis është mjaft i konsiderueshëm.